Pas seancës plenare, Partia Demokratike mblodhi grupin parlamentar për diskutuar strategjinë në raport me kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi shëroi gazetarët se opoziта do të kërkojë seancë të jashtëzakonshme për të votuar heqjen e imunitetit të Ballukut para mbylljes së këtij viti. Ne do të marrim nesër pjesë në mbledhjen e Këshillit të Rregullores dhe imuniteteve, ku vota jon dhe qëndrimi jon është i qartë pro drejtësisë dhe pro përgjegjësisë të një zyrtari të korruptuar, zyrtari më të korruptuar pas Edi Ramës, që është Belinda Balluku. Ne do të kërkojmë mbledhjen e Kuvendit në një sesion të jashtëzakonshëm për të dhënë autorizimin për heqjen e lirisë ndaj të pandehurës Belinda Balluku. Një ditë para se të mblidhet Këshilli për mandatet dhe imunitetin, Bardhi akuzoi kryeparlamentarin Niko Beleshi se nuk u ka dhënë deputetëve dosjen që SPAK-u ka sjell për çështjen Balluku. Belinda Balluku ka marrë kopje të provave, sepse do të vijoj të intimidoj dëshmitarët, si dosja e prokurisë e ka provuar, ndërkohë që deputetët do shqyrtojnë rastin në Këshillin e mandateve, nuk lejohen të njihen me dokumentat. Pra ky proces ka nisur me një shkelje të rëndë nga ana e kryetarit të Kuvendit. Dhe përsëris do jetë i detyruar t'i pajisë deputetët me informacionin e plot të përcjell nga SPAK-u. Ndërkaq sot deputetët demokratë firmosën kërkesën drejtuar gjykatës kushtetuese për të shpallur të pavlefshme zgjedhjen e Endri Shabanit në postin e avokatit të popullit.